Që ju më pasaj dori që po, sot a me tregoni sinqerisht nëse keni një takim? Unë sinqert jam gjithmonë me ju. Gjithat deklaruat që s'ka takim, tani ardhën në kuvend. E caktuam takimin dhe po përpiqemi vazhdimisht të shmangim zgjedhjet e reja. Po përpiqemi njëkohësisht që brenda këtyre diskutimeve të përfaqësojmë bindjet tona që duhet t'i kuptoni se janë të njëjta. Prandaj dhe duhet kohë, duhet përpjekje. Edhe mbi gjitha po përpiqemi që gjithë ata që i përfaqësojmë ne, deputetët e kuvendit, ti mbajmë rreth një zgjidhje të përbashkët. Këto tri procese nuk janë të lehta. Dhe nëse janë të lehta, përderisa përpiqemi për takohemi, mbesim të vetmit që duam të shmangim zgjedhjet e reja. Gjithë ata që na kritikojnë, se kuptojnë se po takohemi, e çfarë qëllimi kemi, mendoj se na kërkojnë të shkojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Shkur janë zgjedhje edhe një herë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme është dominoj madh që plot Republikës Kosovës është pafsi totale e klasës politike. Prandaj po përpiqemi, do të përpiqemi, do të jemi në takime të vazhdueshme për atë sa mundemi dhe kur s'mundemi do të dalim publikisht themi se s'kemi marrëveshje sepse bindjet tona ose qëndrimet tona nuk përputhen në një pikë të caktuar. Në këtë fazë sa më shpesh të takohemi, më e mundshme është zgjidhja. Dhe po takimet po janë të mira në aspektin e diskutimeve, ka shumë afrime në shumë çështje, por ende kemi distancë në çështjen kryesore, që është balanca demokratike. Sot kuvendi duhet konstituohet, nuk ka arsye të mos konstituohet. Populli i Kosovës ka votuar, KQZ-ja ka certifikuar rezultatet, partitë politike me deputetët e tyre duhet t'japin betimin sot kuvendin e Kosovës, zgjedhin kryesinë e kuvendit dhe s'paku të kemi kuvend republikës. Më pasi kemi diku rreth 25 ditë nëse nuk gaboj. 25 ditë që duhet zgjidhet dhe qeveria e Kosovës. Në qoftë se mirremi vesh më herët për të gjitha institucionet, më mirë, në qoftë se nuk mirremi vesh për të gjitha institucionet, duhet të jemi transparent dhe sinqert. Edhe me juve dhe me popullin e Kosovës se kaq kemi mundur dhe fatkeqësisht s'mund të bëjmë atë. Por derisa po takohemi, ose është mirë. A do të insistoni që presidenti të takojë LDK-s? Besoj që gjitha qëndrimet është mirë të mbajmë takime. Ne kërkojmë balancë demokratike, edhe balanca demokratike kërkon që LDK-ja të jetë e përfaqësuar. Në këtë fazë ju lutem mos e bëni shumë për pozicione sepse më pas po bëhet të temë e parancishme, nuk jemi të folë për emra individësh të caktuar, jemi të folë për balancë demokratike. Është e mirë për Kosovën që të ketë balancë demokratike, që palët dihet përfaqësuara dhe po ashtu rezultati zgjedhor të respektohet në tërësi. Pra s'do të marrim asgjë që nuk i takon, as du të lëm askujt të marrë diçka që si takon. Balanca demokratike besoj që është çelësi e takimeve dhe këtyre proceseve që po i zhvillojmë. Ju falenderoj gjithë.